Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 monedhat, 3 shpatat, faqja e kupave, hëna. Java për ju fillon me një ndjesi vetëqëndrueshmërie. 9 monedhat ju vendos në një hapësirë ku ju ndiheni të pavarur, të fortë në veten tuaj, të aftë të qëndroni vetëm dhe të mbështeteni tek vetja. Ka një dinjitet në këtë energji. Ju nuk jeni duke kërkuar, ju jeni duke zgjedhur, por kjo qetësi nuk është e plotë, sepse menjëherë pas saj shfaqet 3 shpatat, që nënkupton një plagë emocionale, një zhgënjim, diçka që ende dhëmb, edhe nëse nuk e tregoni, sepse kjo tregon dhe krijon një kontrast të fortë. Pra, duket sikur ju dukeni të fortë nga jashtë, por brenda ka një ndjeshmëri që nuk është shëruar plotësisht, dhe pikërisht aty hyn faqja e kupave, që nënkupton një ndjenjë e re, një hapje e butë, një emocion që lind pas dhimbjes. Është sikur zemra juaj, edhe përse e lënduar, vendos të mos mbyllet. Por kjo ndjesi nuk është plotësisht e qartë, sepse gjithçka mbështillet nga hëna. Karta e hënës nënkupton pasiguri, intuit të fortë, ndjenja që nuk kuptohen plotësisht. Ndonjëherë mund të nënkuptoj frikë ose ankth. Pra, në gjendjen personale duket se ju kaloni nga pavarësia me kartën e 9 monedhave në dhimbje me kartën e 3 shpatave dhe më pas sikur keni një hapje të re me faqen e kupave, por përfundoni në konfuzion emocional me kartën e hënës. Pra duket se ju po mësoni të ndjeni përsëri, por ende nuk i besoni plotësisht asaj që ndjeni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqja e monedhave, 2 shpatat, mbreti i shkopimve, bota dhe 7 shpatat. Në familje, faqja e monedhave tregon një fillim praktik, që mund të jetë një përpjekje për të ndërtuar diçka, mund të jetë një hap i vogël drejt përmirësimit, por kjo përplaset me 2 shpatat, që mund të nënkuptojë një vendim të shtyrë, një situatë që nuk përballet, një mbyllje emocionale. Ju ose dikush tjetër mund të shmang një të vërtetë, sikur nuk merr një vendim, dhe në këtë tension hyn një figurë shumë e fortë që është mbreti i shkopimve, që nënkupton autoritet, dominim, dikush që merr drejtimin, por edhe imponon vullnetin e tij. Pra, kjo energji mund të sjellë vendime të forta për disa prej jush. Mbreti i shkopimve përfaqëson shenjë zjarri, që mund të jetë dash, luan ose shigjetar. Dhe ky person ka një ndikim që ju nuk mund ta injoroni. Dhe pastaj vjen një kombinim shumë i rëndësishëm që është bota dhe 7 shpatat, që nënkupton një cikël mbyllet me kartën e botës, por jo pa një të vërtetë të fshehur që manifestohet me kartën e 7 shpatave. Dhe këtu mund të ketë diçka që nuk është thënë, një veprim që nuk është transparent, një mbyllje që vjen pasi zbulohet diçka. Pra, në familje niset diçka nga fillimi, sikur ka një fillim me faqen e monedhave. Më pas sikur ka një lloj shmangje me 2 shpatat, ose si një lloj hezitimi. Dhe më pas kalojmë te dominimi me mbretin e shkopimve. Pastaj sikur ndodh një mbyllje,
por që mbart në vetvete të vërteta të fshehura me botën dhe 7 shpatat. Pra, ju duhet të shihni përtej asaj që duket. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 2 kupat, kalorësi i kupave, 3 shkopim të mbretëresha e monedhave. Në dashuri, me kartën 2 kupat duket se hapet një kapitull që nënkupton një lidhje të vërtetë, një ndjenjë reciproke, një tërheqje e pastër, një moment ku 2 njerëz e ndjejnë njëri tjetrin në të njëjtin nivel. Pra, kjo nuk është iluzion, është një lidhje që ka potencial real. Dhe kjo thellohet menjëherë me kalorësin e kupave, që nënkupton një ofertë emocionale, një afrimitet, dikush që shpreh ndjenjat, mund të jeni ju ose personi juaj, pra që afrohet me butësi. Dhe kjo krijon një atmosferë shumë romantike, e ju mund të ndjeni të parë, të vlerësuar, të përfshirë emocionalisht në një mënyrë që nuk është e rënduar, por kjo nuk mbetet vetëm në moment, sepse bashkohet karta me 3 shkopinjt, që nënkupton një shikim drejt së ardhmes, sikur ka një pritje, sikur ka një lloj ndërtimi të diçkaje që mund të rritet. Pra, sikur filloni të mendoni me veten tuaj, ku po shkon kjo marrëdhënie? A ka të ardhme kjo lidhje? Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë sepse tregon që kjo nuk është vetëm një ndjenjë kalimtare. Dhe në fund, mbretëresha e monedhave nënkupton stabilitet, siguri, një lidhje që bëhet reale, pra një lidhje të qëndrueshme. Kjo mund të tregojë se një person që ofron stabilitet, ose mund të jeni vetë ju që hyni në një rol më të qëndrueshëm në këtë marrëdhënie. Pra në dashuri, nga lidhja me 2 kupat, kalojmë tek shprehja emocionale me kalorësin e kupave. Më pas hidhemi te ndërtimi i së ardhmes, ose sikur jemi në modalitetin pritje me 3 shkopinjt. Dhe pastaj kalojmë në stabilitet me mbretëreshën e monedhave. Pra, kjo është një nga rrjedhat më të bukura në interpretimin tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 monedhat, kalorësi i shkopinjve, asi i kupave, perandori. Në punë, duket se ju filloni nga një ndjenjë kontrolli. 4 monedhat tregon mbajtje. Pra, sikur doni të mbani siguri, sikur doni të kapni fort një dëshirë për të mos rrezikuar shumë. Ju mund të jeni duke qëndruar në atë që njihni mirë, por kjo ndryshon me kalorësin e shkopinjve, sepse kalorësi i shkopinjve sjell lëvizje, guxim, një impuls për të vepruar. Pra, papritur, ju nuk dëshironi më të qëndroni në vend, dhe kjo hap rrugën për asin e kupave, që nënkupton një mundësi të re, një fillim që ju emocionon, diçka që ju mbush shpirtin. Dhe kjo nuk mbetet vetëm një ide, sepse përfundon me perandorin, që nënkupton strukturë, kontroll dhe sukses i ndërtuar mbi baza të forta. Pra në punë, ne kalojmë nga siguria me 4 monedhat te veprimi me kalorësin e shkopinjve, më pas përqafojmë një mundësi të re me asin e kupave dhe përfundojmë tek stabiliteti dhe kontrolli me perandorin. Për disa mund të bëhet fjalë edhe për një njohje shumë të bukur në vendin e punës, por jo për të gjithë, kuptohet. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi idejimi. Dhe e gjithë kjo javë mbart një energji krijimi që nënkupton
që mund të ketë ide të reja, mënyra të reja të menduarit, mund të ketë një fazë ku ju po imagjinoni dhe krijoni një realitet të ri. Paçim!